Tani ne sa po dolim edhe gjithsesi jemi me impresionet e para, kemi nevojë edhe të perceptojmë diçka, po gjithsesi unë mund të shprehem që kemi të bëjmë me një film të mirë, një film serioz, një film të vërtet, një film që sjell emocione, sjell kohën tonë, kupton, problemet tona, dhe mendoj që kemi një ecje përpara në raport edhe me Tanin, po edhe me filmin shqiptar. Domethënë, bashkëpunimet që Tani ka siguruar, edhe raportet që ka vendosur me gjithë kompanitë e tjera, mendoj që e kanë dhënë rezultatin e vet, si në konceptimin e filmit, si në xhirimet që ai ka bërë, është një kamerë mjaft e bukur, ka skena mjaft emocionale, kështu që unë domethënë në këtë impresion të parë mund të them që kemi të bëjmë me një film të mirë. Mirë se. Mirë se u gjetë. Rresi në shtëpinë tënde. Faleminderit. Ti je djali i Fan Frangut. Po, unë jam. Nga ke bërë gjakun e vllajt. Po nuk kam vëra njëri. Pse pas kam gjak bërç. Pse preferuat ta zgjidhni këtë temë? Po zbulova, papritur zbulova që se ne zakonisht ne bëjmë jetë qytetare. Ne lëm pa jashtë vështrimit ton, jashtë ndjenjave tona, lëm shumë probleme në fakt, të cilat janë shumë të prekshme për gjithë shoqërinë shqiptare. Por nga një rutina e përgjithshme e punëve, na lën jashtë dhe unë ktheva kokën edhe e preka me dorë një problem të cilin e kuptova më njëherë që ishte shumë shqetësues për shoqërinë. Plus kësaj, ky është një problem që ka një dramatitet të heshtur, të brendshëm. Tema e gjakmarrjes në Shqipëri është një temë shumë ka një potencial shumë të madh në fakt. Është kthyer tradita jonë që vjen nga kodi lek Dugagjinit në fakt që përfaqësohet më shumë nga pjesa veriore e Shqipërisë. Në fakt, ajo dikur ka qenë kaluar funksionin e vet në lidhje me një pjesë të shoqërisë shqiptare, sot është kthyer në, si thua, një traditë penguese. Sepse shumë deg të saj, siç është gjakmarrja, sot po vazhdojnë si atavizmat, të cilat dëmtojnë si ato tentakulat e kancerit që kanë përfshirë jetën dhe trupin e shoqërisë shqiptare. Edhe unë mora me këtë subjekt edhe gjeta një histori konkrete, të qartë, të vërtet, për një student i cili nuk guxonte të vazhdonte studimet, sepse ishte në gjakmarrje. Ai nuk ishte i vetëm, ka me 10 të tillë në Tiranë. Po unë zgjodha një historinë e një personi të tillë dhe ndoqa edhe shkruaj te skenarin, edhe më duk një temë shumë e dhimbshme, edhe mendova që para shumë gjërash që njeriu do të realizojë në jetë, ka gjëra akoma më të rëndësishme, siç është ajo e mbijetesës, të jesh ato mos jesh. Tani, po diçka për bashkëpunimin, lutem? Ka qenë një kalvar i gjatë, i mundimshëm. Unë me skenarin tim arrita të gjej fonde në Shqipëri, në fillim nga qendra e filmit shqiptar dhe më vonë në Institutin e Vjenës, në Austri dhe pastaj në Fondin e Jugut në Francë. Kam gjetur dhe sponsor të tjerë të vegjël që kanë kompletuar montazhin financiar, derisa më në fund u arrit që të krijoheshin mundësitë për të bërë një film i tillë, që ka kushtuar goxha, është shumë i shtrenjtë si film, por unë them se ka vlerëtur gjithë ky mundim. Ajo që na binte në sy më tepër gjatë projeksionit të filmit ishte mënyra se si interpretonit ju si aktor. Ishte një grup aktorësh, një staf aktorësh, të një moshe, pak a shumë të një brezi, po me një lloj organiciteti, me një lloj sinqeriteti, me një lloj dialogu mjaft të ndjer. Ju vetë si keni punuar për krijimin e kësaj figure? Merita është e regjisorit Artan Minarollit, i cili bëri një ndërthurje shumë të bukur mes moshës së re edhe moshës që kanë emër në teatrin edhe në film. Është për t'i dhënë komplimentat maksimale edhe për t'i thënë regjisorëve të tjerë një apel të vogël, ndoshta që duhen figura të reja nëpër filmat e tyre. Ai shtiu i pari nuk e zuni, shtiu tiku i dyti e zuni. Po tani si e kanë? Unë dhe boni, po ato legjena tunë, ose lek, ose hap. Shive si janë, si kanë 2 vjetë që dalin ka shtu. Ja vëllu, aty kap celulari.
Ndryshe nga që kemi parë në spektakle televizive të Portugalisë, ky rol ishte mjaft interesant dhe a keni hasur vështirësi për realizimin e tij? Duke ditë se unë e njoh shumë mirë këtë lloj natyre, po thonë natyrën e katunarit, duke qenë se jam rrit vetë në fshat, në Katun, edhe duke qenë se i çik mrena meje jam i çik si shumë katunar, edhe du të them që nuk ishte ndonjë vështirësi shumë e madhe për realizimin e këtij roli. Domethënë po flas popullore fare, duke e njoh mirë si psikologji, duke e njoh mirë si karakter, si personazh, ishte një gjë që më lehtësonte shumë gjëra domethënë për të arritur atë figurë që kam dhënë në film. Personazhi im, Fikja, e di shumë mirë se ç'barr mban misupe personazhi kryesor Koli. Edhe duke ditë edhe hallin që ka si personazh kryesor Fikja, si me dashje, si pa dashje, ai personazh që unë luaj aty në film munohet ta kaloj, domethënë ta suportoj, ti thot, hamase, hajde se jeta vazhdon, gjithsesi, sido që të jetë puna domethënë. Për fat keq është i plagë që në Shqipëri vret edhe therr edhe sot e kësaj dite. Është ngulur aq thellë sa që zor se shkulet me gjithë rronjë. Me që kjo intervistë besart është për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Kanada. Ata mbas edhe ju kanë ndjek në programet e shumta që ju e keni dhënë çfarë intervistë tjetër. Po si do t'u drejtohesh atyre me këtë rast? Me gjithë zemër, unë nuk e di nëse do ishte mundësi atyre ta shikonin filmin, po nëpërmjet këtij filmi, domethënë edhe mesazhi në film është i qartë. Unë i përshëndes, i përqafoj shumë me gjithë zemër, i uroj një jetë sa më të mirë edhe me sa më pak halle. Të paktën për ne shqiptarë kjo është gjëja më kryesore. Dhe për fatin e filmit kur do të kur do filloj të shfaqet? Tashi filmi po shkon në disa festivale ndërkombëtare. Tashi kemi një festival ku është pranuar, ku është marrë filmin në Busan të Koresë së Jugut, që është një festival shumë i madh. I thonë si Kana e Aziz. Është zgjedhur ky film, do të shkojnë fillim tetorit. Është zgjedhur në festivalin më të rëndësishëm të Norvegjisë, në Stamboll. Edhe po presim tash dhe lajmet e tjera nga festivalet e tjera ndërkombëtare. Po, unë me gjithë zemër ju uroj që edhe të keni fitore me çmimet e tjera siç korrut edhe në festivalin e Durrësit. Ju faleminderit. Faleminderit shumë dhe juve. Muzik pa mbarim nga grupi muzikor i Ligor dhe Darlin Zariut. Me rastin e festave të 7-8 marsit, jeni të ftuar të kaloni gëzueshëm në atmosferën e paharruar që do t'ju krijojë muzika shqiptare e interpretuar live. Telefononi për bileta. Mbrëmja mbahet të shtunën më 6 mars në Ellas Banquet Hall. Në Thorncliffe Banquet Center të dielën më 7 mars në orën 6 pasdite organizohet festa e nënave, darkë tradicionale, DJ, muzik live, si dhe lotari me dhurata të ndryshme. Organizator Aldo 416 879 6153. Me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit dhe 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, të shtunën në mbrëmje në 6 mars, do të organizohet një mbrëmje argëtuese me muzikë nga të gjitha krahinat e Shqipërisë, me orkestrën e mirënjohur të Torontos, Shkëlqim Tafaj, Fatmir Topçiu dhe Edmond Dibra. Surprizat e shumta do ta bëjnë këtë mbrëmje mjaft interesante. Për rezervime dhe informacione të mëtejshme, telefononi në numrat e mëposhtëm. Ditën e diel më 14 mars në orën 10 paradite do të mbahet mesh nga episkopi Hirësia e tij At Ilia Ketri. Mesha do të zhvillohet në kishën e Shën Mari Magdalenës në Trinity College, Universiteti i Torontos. Për çdo sqarim të mëtejshëm telefononi në numrat e mëposhtëm.